Mu ka pëlqy Alisi shumë. Alisi më ka pëlqy qysh në X Factor kur ka fitu. E kam përcjell edhe talenti i tij është i rrallë, edhe zani i tij është, timbri i tij është shumë i veçantë, edhe isha shumë i lumtur që ai kish tregu maksimumin e vet, edhe e kish dhënë komplet artistlëkun e tij në atë performancë. Normalisht na ka bërë shumë krenar, edhe performanca ishte fenomenale, shumë emocionale. Kam shpresa të mëdha, me thonë drejtën. E para shkoku i diasporës, me qenë se është një temë e cila i prek njerëz të cilët vetëm se kanë emigru jashtë Kosovës edhe Shqipënisë, dhe mendoj që juria do ta doj shumë, me qenë se vetëm se Alisi ka një aurë që tregon fuqi, edhe zani i tij është i fuqishëm, kështu që mendoj që i kemi disa komponent këç për me ndihmu Shqipërinë edhe Alisin me depërtu edhe me shpresë me mri rezultatin e Ronës, ose edhe me ja kalu pse. Shpresoj mos të ndodhi njëjti problem që ndodhi vitin e kaluar me Shkodrën elektronike, ku juria e sabotoi në një farë mënyre, sepse edhe vitin e kaluar Shkodra elektronike ka merituar shumë më shumë, pavarësisht që vendi 8 është shumë mirë, po ka qenë Shkodra elektronike, ka qenë kënga zjarme dhe ka merituar më shumë. Shpresoj që këtë vit juria mos ta bëjë të njëjtin gabim me Alisin. Edhe mendoj që vetëm pse është shtet i vogël, automatikisht pak ndoshta injorohet, po këtë vit e kam atë shpresë që Alisi ka më na çu lart.